Këto janë 6 gabimet që i bëjnë hajdutët të kuptojnë menjëherë se nuk jeni në shtëpi. Mos e bëni kur këtë nëse dilni nga shtëpia juaj. Shumë njerëz nga zakoni ose pakujdesia lën shenja të qarta mungese, duke e bërë të lehtë për hajdutët e mundshëm planifikimin e hyrjes në shtëpinë tuaj, pavarësisht nëse jeni duke shkuar në një udhëtim të gjatë ose thjesht për punë. Gabimet e paqëllimshme mund të rrezikojnë sigurinë e shtëpisë tuaj dhe të tërheqin vëmendjen e hajdutëve. Shumë njerëz nga zakoni apo pakujdesia lën shenja të qarta mungese, duke e bërë të lehtë për hajdutët e mundshëm planifikimin e tyre. Jim Petrino, komandant në pension, thekson veprime të caktuar ose mungesa e tyre mund të rrisin ndjeshëm rrezikun e një vjedhje duke ofruar informacion ose duke u lehtësuar qasjen hajdutëve. Duke identifikuar dhe eliminuar këto gabime, ju mund të përmirësoni ndjeshëm sigurinë e shtëpisë tuaj. Në vijim, po ju paraqesim gabimet më të zakonshme që njerëzit i bëjnë, si dhe këshillat e ekspertëve se si t'i shmangni ato dhe të mbroni shtëpinë tuaj. Postimi i vendodhjes në kohë reale në rrjetet sociale. Nuk do të tregoja kur publikisht se po shkoj me pushime në një koncert apo në ndonjë ngjarje që më largon nga shtëpia, ka thënë Rebecca Edwards, një eksperte sigurie. Rasti i njohur i Unazës Blink tregoi se si adoleshentët hynë në shtëpinë e personazheve të famshëm, të cilët njoftuan se ndodheshin në shfaqje të ndarjes së çmimeve apo me pushime. Rekomandohen të mos postoni foto derisa jeni me pushime. Postoni foto vetëm kur të ktheheni në shtëpi. Përdorni gjithmonë të njëjtën rrugë kur dilni nga shtëpia. Një rutinë e qëndrueshme mund t'i lejojë hajdutët të planifikojnë me saktësi hyrjen e tyre, duke ditur kur askush nuk është në shtëpi. Ekspertët këshillojnë që të ndryshoni periodikisht itinerarin dhe orën e nisjes dhe mbërritjes në shtëpi në mënyrë që të vështirësoni ndjekjen e programit tuaj nga hajdutët e mundshëm. Mbani ndezur dritën në verandë gjatë ditës. Nëse normalisht nuk e lini dritën ndezur gjatë ditës, ndriçimi i papritur i saj i vazhdueshëm mund të jetë një sinjal se në shtëpinë tuaj nuk është askush. Përdorni kohmatës ose sisteme inteligjente që ju lejojnë të ndisni dhe të fikni dritat nga distanca ose në intervale të caktuara. Lejoni që posta dhe paketat të grumbullohen. Një kuti postare të mbushur ose një grumbull pakosh përpara derës sinjalizojnë qartë se askush nuk është në shtëpi. Kërkojeni dikujt të marrë postën tuaj ose të njoftojë zyrën postare që të pezulloj përkohësisht dërgesat. Një kuti postare të mbushur është një shenjë se askush nuk është në shtëpi për një kohë të gjatë. Lënia e çelësit nën një qelim apo në një saksi me lule. Këto janë vendet e para që kontrollojnë hajdutët. Në vend të kësaj çelësi duhet i jepet një personi të besuar ose përdorni një bravë inteligjente me një kod që mund të ndryshohet. Parkimi makinës në të njëjtin vend. Nëse makina juaj qëndron në të njëjtin vend për ditë të rapalvizur, kjo mund të tregojë se jeni larg. Kërkojini një fqinje ose një miku ta lëvizë pasere ose përdorni një garazh nëse keni një të tillë.